është identifikuar viktima e aksidentit tragjik që ndodhi dje në një kantier ndërtimi në rrugën A në Prishtinë. I riu që humbi jetën është Ermal Sherifi nga fshati Rubovci Madh. Ai mbeti i plagosur rënd pasi një kran u shemb gjatë punimeve, por fatkeqësisht nuk arriti të mbijetojë plagëve. Vdekja e tij u konstatua nga ekipi mjekësor në qendrën klinike universitare të Kosovës. Nga i njëjti incident mbeti i lënduar edhe një person tjetër i cili po merr trajtim mjekësor në QKUK. Pas ngjarjes, prokurori i shtetit ka urdhëruar ndërmarrjen e të gjitha veprimeve hetimore për të zbardhur shkaqet e aksidentit dhe për të verifikuar nëse në vend punishte janë respektuar standardet e sigurisë. Kjo tragjedi rikthen sërish në vëmendje problemin e sigurisë në sektorin e ndërtimit, një nga fushat me numrin më të lartë të aksidenteve fatale në Kosovë. Sipas të dhënave të sindikatës së punëtorëve të sektorit privat të Kosovës, gjatë vitit 2025, humbën jetën 32 punëtorë në vendet e punës, numri më i lartë i regjistruar në vitet e fundit. Ndërsa vetëm deri në muajin prill të vitit 2026, sindikata kishte raportuar 12 viktima, duke ngritur alarmin për mungesën e sigurisë dhe zbatimin e pamjaftueshëm të masave mbrojtëse në kantierët e ndërtimit. Një tjetër jetë e humbur në vendin e punës ngre sërish pyetjen apo bëhet mjaftueshëm për të mbrojtur punëtorët në Kosovë.